Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Zhvillohet mbledhja e parë mes qeverisë shqiptare asaj italiane. Meloni mbështet antarësimin e Shqipërisë, Rama thotë se është gati për NBE pa të drejtë vetoje. Policia shqiptare kërkon informacion në Spanjë për lëvizjen e Gilmando Danit dhe Muçi Sheqerit. Të paktën 15 persona të shoqëruar për atentatin mafioz. Ish drejtori i burgjeve Agim Ismaili merret i pandehur në prokurorinë dhe akuzohet për sulmin kibernetik ndaj SPAK në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Sali Berisha pritet të dëshmojë nesër në SPAK për dosjen e 21 janarit. Kreu Demokrat shpreh i gatshëm të përballet me prokurorinë si person në dieni. Do të vjojmë gjërësisht me lajmet. Qeveria shqiptare dhe ajo italiane zhvilluan të parën mbledhje të përbashkët ku firmosën 16 marrëveshje. Edi Rama u prit me ceremoni shtetërore në Rom nga homologja e tij. Kryeministja Meloni vlerësoi reformat e Tiranës duke uruar që grup kapituj të mbyllen kur Italia të ketë presidencën e BE-s, ndërsa Rama theksoi vendosmërinë e Shqipërisë për të bërë pjesë e Unionit edhe pa pasur të drejtën e vetos. Për herë të parë, qeveria shqiptare dhe ajo italiane zhvilluan një mbledhje të përbashkët. Ky takim i nivelit të lartë u zhvillua në kryeqytetin italian në Rom, ndërsa ceremonia nisi me himnet respektive të dy vendeve. Kryeministri Rama u shoqërua nga homologja e tij italiane Giorgia Meloni, me të cilën shkëmbyen dhe biseda të shkurtra gjatë takimeve me zyrtarë të tjerë të lartë. Takimi vijoi me firmosjen e marrëveshjeve dhe memorandumeve bashkëpunuese mes dy vendeve në fushat e shëndetësisë, energjinë, mjedisin, industrinë e sigurisë dhe mbrojtjes, menaxhimin e migracionit, arsimin, inovacionin dhe diasporën. Gjatë një deklarate të përbashkët, ishte kryeministria Meloni, e cila shprehu dëshirën që Shqipëria të mbyll procesin e grup kapitujve, gjatë kohës që Italia do të marrë presidencën e Këshillit Evropian. Vazhdojmë të kemi një vizion të përbashkët. Pas pak ditësh do të hapet kapitulli i fundit për negociatat për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Do të ishte një arsye për të qenë të kënaqur që do të hapim negociatat politike me rastin e marrjes së kryesisë nga ana e Italisë, që do të ndodhë në 6 mujorin e parë të vitit 2028. Shqipëria është një komb evropian. Nga ana e tij, kryeministri Edi Rama tha se Shqipëria tashmë është gati të bëhet pjesë e Unionit, madje edhe pa të drejtë vetoje. Ne jemi gati të bëjmë një marrëveshje me Bashkimin Evropian, pa kërkuar as veto dhe as vot. Nuk na intereson kjo pjesë. Ne jemi i thtar të vendosur dhe fanatik të vlerave europiane dhe jemi të gatshëm ta nënshkruajmë marrëveshjen. Nuk harruan të komentonin dhe marrëveshjen për imigrantët, teksa si Rama ashtu dhe Meloni theksuan se kampet do të funksionojnë. Të gjithë e kuptojmë se një nismë e tillë është revolucionare sa i përket mënyrës së menaxhimit të flukseve të emigrantëve. Ne e dim mirë se pse deri më sot nuk ka funksionuar siç duhet. Protokolli do të funksionojë kur të hyjë në fuqi marrëveshja e re për azilin. Nëse disa transferime të emigrantëve janë bllokuar, kjo është një çështje që do të zgjidhet së shpejti. Me Italinë, unë do ta bëja 100 herë, edhe pse 100 herë do të ishit kundër. Me vende të tjera kur, dhe këtë ja kam thënë vendeve të tjera, dhe kur më pyesin pse, u them sepse ju nuk jeni Italia. Kjo është mbledhja e parë mes qeverisë shqiptare dhe asaj të një vendi që është antar i Bashkimit Evropian. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, kërkoi një reformë elektorale gjithëpërfshirëse. Sipas tij, depolitizimi i komisioneve zgjedhore është thelbësore. Reforma zgjedhore ka një rëndësi themelore për procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Kështu shpreh ambasadori i Unionit në Tiranë, Silvio Gonzato, i cili gjatë prezantimit të projektit të ri të Këshillit të Europës, mbështetje për ciklin e procesit zgjedhor në Shqipëri, kërkoi bashkëpunim dhe ndryshime gjithëpërfshirëse në ligjin elektoral. Reforma zgjedhore përfaqëson një hap të mirë drejt integritetit zgjedhor. Nxisim palët për reformë gjithëpërfshirëse. Duhet një produkt i mirë. KQZ ka marrë hapa të rëndësishëm në analizën pas zgjedhore dhe ka paraqitur disa propozime. Depolitizimi është thelbësor. Reforma zgjedhore është pjesë domethënëse e rrugëtimit dhe zotimit që ka Shqipëria në grup kapitullin e parë për antarësimin në BE, e para që hapet dhe e fundit që mbyllet.
Ndryshe nga diplomati i Bashkimit Evropian, kryekomisioneri Ilirian Celibashi u tregua më specifik në ndryshimet që duhet të kryhen në mënyrë që vendi ynë të përparojë në procesin e zgjedhjeve. Administrata zgjedhore të paktën kështu sikur se është ndërtuar sot, nuk siguron të gjitha ato garancitë që do duhet të japi, do duhet të sigurojë në lidhje me administrimin profesional të paanshëm dhe transparent të procesit zgjedhor. Absolutisht kjo nuk do të thotë që partitë politike të zhvishen tërësisht nga mundësia për të qenë pjesë e administrimit, por jo sikurse është sot ku 100% ky proces administrohet prej tyre. Në kuvend, pritet të nisë punë Komisioni i Posaçëm i Reformës Zgjedhore së shpejti, ndërsa do të adresohen njësë rekomandimesh të aktorëve të jashtëm, por edhe të institucioneve. Të paktën 15 persona janë shoqëruar nga policia në lidhje me atentatin mafioz në Rinas. Ata kanë dhënë shpjegime mbi ngjarje ndërkohë që janë kryer kontrolle në Nikël, Kamës dhe në Fushkruj. Megjithatë, deri më tani nuk janë zbuluar asnjë provë që mund të çojë në identifikimin e autorëve të krimit. Policia e Tiranës i ka kërkuar zyrtarisht informacion Spanjës për të zbuluar lëvizjet e Gilman Dodanit dhe Muçi Shalianit gjatë qëndrimit të tyre 4 ditor në Barcelonë. Që pas atentatit, policia ka kryer kontrolle në disa zonat të ndryshme, Tiranë, Kamës, Nikël dhe Fushkruj. Aksioni përfshiu godinat të braktisura dhe banesat e personave të skeduar më herët, por deri më tani nuk është gjetur asgjë me vlerë për hetimin. Janë shoqëruar të paktën 15 persona, kryesisht familjar të viktimës dhe të plagosurit. Ekspertiza paraprake nga morgu i Tiranës ka nxjerrë se Gilman Dodani ka marrë 20 plumba në trup, ndërsa në vendngjarje janë gjetur mbi 80 gëzhoja. Në spitalin e traumës vijon të jetë intubuar ndërkohë Muçi Sheqeri, i cili mori 10 plumba, 2 prej të cilëve në kokë. Ndërkohë që rezulton se makina Toyota e përdorur nga autorët e krimit është vjedhur në 22 tetor 2023 në Greqi, ndërsa një vit më vonë, po aty janë vjedhur targat. Grupi hetimor beson se autorët mund të kenë një lloj përgatitje ushtarake për shkak të pozicionimit të tyre në qitje, siç duket edhe në pamjet që tregojnë momentin e ekzekutimit mafioz të Gilman Dodanit dhe plagosjen e rëndë të shokut të tij Muçi Sheqeri. Vrasësit hapën zjarr sapo Benci është afruar dhe në momentin që ndaloi, një prej tyre qelloi sërish për të siguruar që shënjestra ishte eliminuar. Më pas, autorët e atentatit janë larguar me shpejtësi, po me makinën Toyota. Policia po heton edhe ndërprerjen e energjisë elektrike në Fushkruj, pikërisht në zonën ku besohet se kanë lëvizur autorët. Ikja e dritave ka bërë që shumë kamera sigurie në këtë itinerar të mos kenë fiksuar asnjë pamje. Pista kryesore e krimit mbetet ajo e përplasjeve mes grupeve kriminale. Gilman Dodani është një emër i njohur i botës së krimit, i konsideruar si krau i djathtë i Emiliano Shullazit. Ai ishte liruar një vit më parë nga burgu ku vuajti dënimin me 12 vite për gjobvënie. Prokuroria e posaçme mori të pandehur i shkreun e burgjeve. Agim Ismaili, sipas hetuesve, rezultoni përfshirë në sulmin kibernetik ndaj SPAK, ngjarje për të cilën akuzohen disa persona. Ish-drejtori i përgjithshëm i burgjeve Agim Ismaili u mori pandehur nga SPAK. Prokuroria e posaçme dyshon atë për pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal në sulmin kibernetik ndaj këtij institucioni. Në akuzën e përgjimit të paligjshëm, ai u mor në pyetje këtë të njëjtë nga prokurori i çështjes Bledar Maksuti për rreth 1 orë 30 minuta, ku edhe ju komunikua akuza. Emri i tij del në hakerimin që u bë SPAK në muajin mars, për të cilin u arrestuan ish-punonjësi i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Arnold Rokaj dhe ish-zyrtari i burgut të Vlorës Zambak Gjonaj. Nga sulmi kibernetik ndaj prokurorisë së posaçme, hakerët tentuan të merrnin informacionet e klasifikuara nga kompjuteret e prokurorëve Behar Dibra, Enkeleda Milonaj dhe Elida Kaçkini. Me gjithë tentativën e tyre, SPAK mohoi depërtimin në serverin e brendshëm të prokurorisë. Por disa shkresa janë shpërndar për persona të tretë, duke përfshirë këtu edhe njerëz të medias. Ish-drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku është paraqitur paraditën e kësaj të enteje në prokurorinë e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. Sipas burimeve, ai është thirrur si person në dieni për një transferim që ka bërë varësi i tij dikushëm, ish-drejtori AMP Florian Sulejmani. SPAK ka nisur hetimet pasi ky i fundit, sipas hetimeve, ka transferuar oficer të policisë në kundërshtim me ligjin, çka çoi edhe në pezullimin e tij nga detyra. Ndërkohë që edhe ky i fundit nuk ka pranuar të flasë, Muhamet Rumbullaku dha dorëheqjen nga posti drejtues më 5 shtator 2024. Ai u udhëhoqi policinë e shtetit për 2 vite.
Prokuroria e posaçme ka thirrur nesër paradite Sali Berishën për të dëshmuar për 21 janarin. Megjithëse është shprehur i hapur për të dëshmuar, lideri i opozitës ka thënë se ende nuk ka marrë një njoftim. Sipas Berishës, rihapja e dosjes së 21 janarit është përdorur për propagandë nga mazhoranca. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi sot paraqitet në SPAK sa herë që prokurorët ta kërkojnë për çështjen e 21 janarit e për çdo çështje tjetër. Por para gazetarëve Berisha deklaroi se nuk ka marrë asnjë thirrje nga prokuroria e posaçme për t'u paraqitur nesër në SPAK. Asnjëherë mos më pyesni mua a do shkosh. Unë do shkoj në çdo rast që të thirrem për çdo problem nga organet dhe drejtësisë. E kam ligj, e kam aplikuar, e kam zbatuar këtë gjithë jetën time. Por ka vetëm një kusht, që unë të marr thirrje. Edhe pse në media është publikuar thirrja e prokurorisë drejtuar zotit Berisha, vetë kryetari i Partisë Demokratike këmbguli se nuk ka marrë asnjë thirrje nga SPAK-u për t'u paraqitur ditën e premte. Sipas Berishës, SPAK-u po e përdor këtë çështje për të hequr vëmendjen nga dosja e tunelit të Llogaras. Njoftimi duhet vi siç kanë ardhur në 10 njoftime tjera dhe unë jam përgjigj çdo njoftimi që ka ardhur. Kurse përdorimi i kësaj është akti shëmtuar i Altin Troplinit, një shërptor, një mercenar i regjimit i Edi Rams, që kujton se mund të mbuloj sadopak me zhurma të tilla krimet e shëmtuara të Ramës dhe Ballukut. Sipas Berishës, vrasja e 4 protestuesve para godinës së kryeministrisë në vitin 2011 është hetuar kur në krye të prokurorisë ka qenë Ina Rama, ndërkohë që pasi Partia Socialiste erdhi në pushtet, sipas tij çështja është përdorur për propagandë. Janë mjeran ata, të cilët shërptor të shpifur përdorin një për të mbuluar sa herë duhet krimet e tyre në një kohë kur vrasësi i vërtet i tyre është ajo që i solli ata miq për top. Prokuroria e posaçme ka thirrur nesërisht kryeministrin Sali Berisha për ta marrë në pyetje si person në dieni në lidhje me ngjarjen e rënd të 21 janarit, ku mbeten të vrarë 4 protestues. Policia e shtetit ka arrestuar një 29 vjeçar për përhapje të materialeve pornografike që përfshin të mitur. Arrestimi u bë në kuadër të operacionit ndërkombëtar Stream që synon luftën kundër abuzimit seksual të fëmijëve në internet dhe ku morën pjesë 35 shtete në ndërtimin e autoriteteve gjermane dhe me mbështetjen e Europolit. Pas informacioneve të marra nga partnerët ndërkombëtar, policia shqiptare zhvilloi hetime që çuan në identifikimin dhe arrestimin e të dyshuarit. Uniformat blu i bëjnë thirrje qytetarëve të raportojnë çdo rast abuzimi ose përmbajtje të dyshuar që përfshin të mitur në internet. Banka Qendrore ka vendosur të mbajë të pandryshuar normën e interesit. Sipas Departamentit të Politikës Monetare, performanca ekonomike pritet të jetë pozitive gjatë muajve në vijim. Në tetor, inflacioni arriti në 2.3%, duke pësuar rritja në raport me të njëjtin muaj të një viti më parë, kur ky tregues ishte 1.9%. Megjithatë, Banka e Shqipërisë nuk është e shqetësuar nga kjo rritje, duke shpjeguar se ajo është brenda parashikimeve të saj. Ne kemi konstatuar zhvërrej një rritje lehtë e inflacionit në tremëjorin e tretë të vitit 2025, ka niveli mesatar 2.3% në tremëjorin e dytë, në 2.4% në tremëjorin e tretë. Rritje kjo e cila është tërësisht në linjë me parashikimet tona, rritje e cila nuk sinjalizon përkeqësim të fuqisë blerësë të familjeve, përkundrazi, është një rritje e cila tenton ta afroj inflacionin me objektivin ton 3%. Banka Qendrore pret që performanca ekonomike në muajt në vijim të jetë mirë, arsye që e shtyu të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit për lekun në mbledhjen e fundit të Këshillit Mbikëqyrës. Ne presim që këto trende pozitive të vijojnë edhe në gjysmën e dytë vitit 2025 dhe në periudhën afatmesme. Pra, përditësimi i parashikimeve tona për periudhën afatmesme sugjeron që ekonomia do të vazhdojë të rritet me ritme të krahasueshme me ato të cilat kanë bizotruar gjatë vitit 2024-2025. Kjo rritje do të jetë e ekuilibruar, do të bazohet kryesisht në zgjerimin e kërkesës të brendshme, të konsumit dhe të investimeve të sektorit privat,
me një kontribut pozitiv shtesë nga vijimi i rritjes të ardhurave nga turizmi shqiptar. Po ashtu, Banka e Shqipërisë vëren se kërkesa e individëve për kredi ka ardhur në rënje, e ndikuar nga masat për të kufizuar sasinë e paras që mund të merret hua për të blerë pasuri të paluajtshme. Juglindja e vendit dhe veçanërisht Korça mbeten destinacioni kryesor për të kaluar festat e fundvitit. Operatorët thonë se prenotimet jo vetëm në qytet, por edhe në fshatra turistike janë mbyllur. Korça është e gjitha e rezervuar për festat e fundvitit. Operatorët turistik tregojnë se kërkesat në sektorin e hoteleri turizmit kanë nisur prej muajit tetor dhe brenda pak kohësh janë mbyllur pasi interesi për juglindjen ka qenë i madh. Ne pothuajse rezervimet i kemi mbyllur të gjitha për këtë fundviti, duke filluar nga festat e nëntorit që janë shumë shpejt tani, po kështu edhe viti i ri, Krishtlindjet. Po i gjithë hoteli duke qenë me një kapacitet për 35 dhomave, i gjithë është i rezervuar. Pjesa më e madhe janë turistë vendas, po kemi edhe një pjesë turistë huaj. Aktualisht, duke qenë se datat festive po afrojnë, kërkesa ka qenë shumë lart jo vetëm nga turistët vendas, por kryesisht edhe nga rajoni. Duke qenë se Korça është një qytet kulture, edhe arti gjithashtu, turistët zgjedhin shumë këtë vend. Duke qenë se ne edhe kemi organizime shumë të tepërta, vetëm nga bashkia, por edhe të gjitha subjektet turistike. Bashkia e Korçës nga ana tjetër ka planifikuar një kalendar festiv me aktivitete kulturore dhe koncerte të ndryshme në pedonale, pazarin e vjetër dhe fshatra turistik të Voskopojës, Dardhës dhe Boboshticës. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.